أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndërim dhe lavdëratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat, selamat qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Qysh e thekëm edhe në gjëratën e kaluar, se të avem lidhjen mes kësaj ligjërate dhe ligjëratës së fundit prej librit që flet për kaptinat e imanit dhe kufrit. Përmendëm aty se pranimi I dispozitave prej dikujt tjetër pos Allahut është shirk në tauhidin rububia dhe është shirk në tauhidin uluhia. Është shirk në tauhidin rububia në atë se jepet e drejta e sundimit dhe qeverisjes dikujt tjetër pos Allahut, kurse Allahu është Maliki Yawmiddin, qeveritari suprem, sunduesi I universit, nga ky kënd I bëhet shirk në tauhidin rububia dhe shirk në tauhidin uluhia për shkak se arbitrimi tek ligjet e Allahut, pranimi I ligjeve prej Allahut nga ana e robit është adhurim në vete, është ibadet në vete. Dhe ky lloj adhurimi duhet t'i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. E kur njerëzit pranojnë ligje prej dikujt tjetër pos Allahut dhe arbitrohen tek këto ligje pos ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, I kanë bërë shirk Allahut në uluhia, pra adhurimin që është dashur me bë për Allahun e kanë bërë edhe për dikë tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. E Allahu tha në Kur'an, vendimi nuk I takon dikujt tjetër pos Allahut, e me të vërtetë Allahu ju ka urdhëruar që vetëm Allahun ta adhuroni. Vazhdimi sonte do të jetë rreth përgjithësi do të jetë ligjërata rreth asaj rregulle të shumë përfolur që e përmendin njerëz që kanë gabuar në raport me dispozitat sheriatike. Ajo është përdorimi I rregullës e njohur si dami dhe dobia, pra veprimi I ndonjë çështje për përfitimin e ndonjë dobie të caktuar apo për evitimin e ndonjë dami të paramenduar. E para e cila është obligative për secilin prej neve, për çdo musliman, kudo qoftë ai, është se kur besimtari apo muslimani ballafaqohet me diçka të re në jetën e tij, diçka të re, diçka të panjohur, diçka të papërfolur në jetën e tij, ai duhet që këtë çështje me të cilën po ballafaqohet ta kthen tek libri I Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vin periudha kohore ku ignoranca mbizotron, dituria, gjurmët e diturisë humben dhe disa çështje që kanë qenë të njohura ndoshta në gjeneratët e mëhershme bëhen të panjohura me një periudhë kohore, me një vend të caktuar. E nëse ndodh në rasti që të ballafaqohemi me një gjendje të tillë, atëherë problemin me cilën na ballafaqohemi fillimisht me njëherë duhet me kthy te fjala e Allahut dhe te fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahu në Kur'an: O ju që keni besuar, nënshtrojuni Allahut dhe nënshtrojuni të dërguarit dhe udhëhecave prej juve. Udhëhecat prej juve janë ose dietarët ose udhëhecat sundimtarët. Njëna për këtyre ka polemik të dietarët. E Allah tha: "Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir."
E kur ju keni polemik mes vete, kur ju ballafaqoni me diçka që nuk e dini a ban a s'ban, a lejohet a nuk lejohet, problemin tuaj, diskutimin tuaj, kthejeni te Allahu dhe te i dërguari i Allahut, në qoftë se jeni prej atyre që besoni në Allahun subhanahu wa taala. Tash na ballafaqohemi në një çështje që për dikam është çështje e re. Ajo në fakt nuk është e re. Është çështje e vjetër. Po për shkak të mbizotrimit të ignorancës dhe largimit të gjurmëve të diturisë tek një pjesë dërmuese e ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë çështje e konsiderojnë si çështje të re, diçka me cilën nuk është ballafaquar muslimani më herët. Ajo është çështja e sistemit demokratik. Muslimani më herët para këtij sistemi dhe deri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe deri në kohën e Ademit alayhis salam, nuk është ballafaquar me diçka të quajtur demokraci ndoshta. Mirë po me bërthamën e saj po. Ajo ka qenë dhënia e të drejtës së vendosjes së ligjeve të dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Kjo ka ndodhur prej kohrave të mëhershme deri në zamanin tonë. Pra si çështje, është çështje e njohur në librat e muslimanëve. Është prej çështjeve më të qarta në librin e Allahut subhanahu wa taala. Po për shkak të mbizotrimit të ignorancës tek njerëzit mendojnë që kjo çështje është e panjohur, është muslimanët janë ballafaqur me diçka të re. Tamam, na e pranojmë se janë ballafaqur me diçka të re në emërtimin e saj, jo në çështjen e saj. Se me këtë çështje ja ballafaqua edhe më herët. Kemi cek në për shpjegime duke filluar prej te ligjet e para të njohura, domethënë të mbledhura me një vend, ligjet e Hammurabit, që përflitet 17, 18 deri në 200 diçka ligje që i ka vendosur, e që përflitet që kanë qenë rrjedhoi prej të Ibrahimi alayhis salam, mirë po më saktë është që nuk është ashtu. Pastaj kemi ligjet e Justinianit të Romakët, pastaj kena ligjet e Xhingis Khanit të tatarët, pastaj kemi ligjet bashkëkohore prej para 200-300 viteve deri në zamanin tonë. Mirë po me emërtime të ndryshme. Me emërtime të ndryshme. Për shembull, kushtetuta e Xhingis Khanit është quajtur Eliasa ose Eliasik. Çka ka qenë kjo kushtetutë? Kjo ka qenë kushtetutë e ngjashme sikur demokracia e zamanit tonë apo sikur komunizmi i periudhës që ka kaluar. Ka qenë një grumbull i ligjeve të grumbulluara prej jehudizmit, krishterizmit, islamit dhe një pjesë dërmuese e ligjeve ka qenë thjesht nga koka e Xhingis Khanit. Dhe këto ligje, këtë kushtetut e ka bë obligative mbi njerëzit. Pra u ka imponu njerëzve që ta zbatojnë këtë kushtetut në jetën e tyre. Pra ne do të thotojmë një çështje e cila quhet demokraci. Dhe ajo lufta e madhe, e polemika e madhe, që në fakt është çështje e padiskutueshme në fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, neve na vjen që ta shqellojmë këtë çështje, që t'i hedhim poshtë dyshimet që paraqiten rreth kësaj çështje. Kena fol një numër të ligjëratave, mos tham shumë se asnjëherë nuk është shumë, me fol për ditë për këtë çështje nuk është shumë, është pak, për shkak se të gjithë pejgamberët janë dërguar për këtë çështje. Ajo është adhurimi i Allahut dhe distancimi prej tagutit. Njerëzit në këtë kaptin, janë ndonë në dy kategori. Njerëz të cilët kanë për qëllim të vërtetën, po ja kanë huq, edhe njerëz që janë të epshit. Njerëz që kanë për qëllim të vërtetën, këtu futen hoxhallar, dietar, po kemi mendim të mirë për ta. Edhe pse nuk i arsyetojmë në gabimin që kanë bërë, po themi që kanë pas qëllim të mirë po ja kanë huq. Dhe një grup tjetër e njerëzve janë njerëz që janë dhënë pas epshit, sukur njerëz që janë të kyçur thellë në parti politike dhe qëllimi i tyre është vetëm dunjaja dhe përfitimet e kësaj bote. Këta që kanë qëllim të mirë, po ja kanë huq, e kanë paraqit këtë çështje sikur çështje xhilafie, apo çështje e polemizuar në mesin e dietarëve. E tash kur ndodh një çështje e polemizuar në mesin e dietarëve, ka pak hapësirë më shumë.
Ka çështje që janë të polemizuar në fenë e Allahut subhanahu wa taala, ka polemik me dietarëve, a ban apo nuk ban, a lejohet apo nuk lejohet. Çështje që janë të polemizuara, çështje që është vërtetu polemika në ato çështje, në këto çështje asnjëri prej palëve nuk akuzohet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se njëri prej muslimanëve ban përpjekje, ban ijtihad për ta gjetë të vërtetën, ama ku në çështje që janë të polemizuara, jo në çështje që janë të preme, jo në çështje që janë të preme me ixhma, me konsenzus të krejt dietarëve, bilet edhe gjithë muslimanëve. Në këto çështje s'ka vend për polemik. Tu thojna kush jahud çka ose vap. Nuk themi në njohjen e Allahut subhanahu wa taala, ai i cili bën përpjekje për ta njohur Allahun dhe pastaj jahud, ka problem. S'themi kështu. Nuk themi kështu. Se njohja e Allahut është çështje e preme. S'ka polemik këtu. Mi po ka çështje të polemizuara. Për shembull, dalja e gjakut prej trupit. A ta prish abdesin apo nuk ta prish abdesin? Alkoholi, a është i pastër, a është i papastër? Jo, a është haram apo nuk është haram? Kemi kujdes. A është haram apo nuk është haram? S'ka polemik, haram është. Ama alkoholi me tron trup, a dush me la çat pet apo s'dush me la? A është i pastër apo është i papastër? Ka polemik te dietar. Tash nëse një dietar ban përpjekje për ta gjetë të vërtetën dhe ja çellon, i ka dy shpërblime. Një shpërblim për përpjekjen që i ka bërë, që u ka lodhur, ka raskapit, u ka lodhur derisa ka ardhur përfundimin e tij, edhe një shpërblim e ka që ja ka çelluar. E ai tjetri që ka bërë përpjekje e ja ka huç, ai ka vetëm një shpërblim. Çfarë shpërblimi? Ka shpërblim për përpjekjen. Pse? Tek meselet e polemizuara, çështja qëndron kështu. Thon dietarët, unë mendoj se kjo çështje është kështu, me mundësi me qenë e kundërta. Ka mundësi me qenë edhe e kundërta. Ama unë kam bas të argumenteve që unë i shoh, i kam shujt argumentet, përfundimi ka dalë se çështja është kështu. A ka mundësi me qenë mendimi tjetër i saktë? Ka mundësi, po unë kështu mendoj. E tash, a ka mundësi me thonë, unë e besoj se Allahu i ka emra dhe cilësitë e tij, unë e besoj ekzistimin e Allahut, me mundësi që me qenë gabim. S'ka këtu kështu. Pse? Se këtu mesela është e prejme. Tu çështja është e prejme. Pra në Kur'an kemi argumentet që janë të qarta, kemi çështje që janë të qarta dhe kemi çështje që janë të paqarta. Për fat të keq, këta që na po themi që kanë pas qëllim të mirë, e ja kanë huq, këtë çështje prej çështjeve më të qarta e kanë futur tek çështjet e polemizuara. Këtë çështje e cila është e pa diskutueshme në Kur'an dhe Sunet, ajetet janë shumë të qarta, e kanë futur tek çështjet e polemizuara. Dhe në këtë mënyrë kanë ardhur me devijim pas devijimit, kanë ardhur me huqje pas huqjeve, për shkak se çdo hap që ndërtohet mbi të pavërtetën vjen në një të pavërtetë tjetër. Edhe kështu më radh. E cila është kjo çështje e cila që ka shumë e qartë në Kur'an, e që njerëzve ju është pështjell? Kjo është se e drejta e vendosjes së ligjeve, e drejta e gjykimit, e drejta e imponimit të ligjeve mbi njerëzimin i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe në atë moment kur njerëzit këtë të drejtë, e cila është specifike vetëm për Allahun subhanahu wa taala, i japin dikujt tjetër pos Allahut xhelle xhelaluhu, i kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa taala, edhe në rububie, edhe në uluhie. Ai i cili i jep të drejtën dikujt me vendos ligje, e të cilat ligje i ban obligative mbi njerëzit, ky njeri është i njëjtë sikur ai që i ban sejdë idhujve. I njëjtë është. Shirku i tij është i njëjtë, veç fotografia është ndryshe. Pse? Për shkak se sejdja është adhurim specifik që duhet i drejtohet vetëm Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe në moment kur njeriu i ban sejdë në shenjë madhërimi dikujt apo se Allahu subhanahu wa taala ka bërë shirk të madh Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe këtu nuk ka polemik. Dhe këtu nuk ka muhabet, nuk ka. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe me vërtet sejdja ka përmend Allahu xhamit, por është për qëllim madhërimi. Sejdja duhet të jetë vetëm për Allahun.
dhe mos e lutni dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fat të keq, na nuk mund me arritë me kuptua se si ka mundësi që këta njerëz për këtë çështje me nxjerr jo dhëmballa të jashta, duke tërheq vërejtën tek njerëzit se çështja është e pa diskutueshme, se sejdën dhe adhurimin duhet me bëu vetëm për Allahun subhanahu wa taala, dhe pastaj për një çështje tjetër që e njëjtë është e qartë në Kur'an, sikur kjo e para, e futin në çështjen diskutabile. Allahu thot në Kur'an: "Am lahum shuraka'u shar'u lahu min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah." Nuk dia ka diçka më të qartë se kjo. A mos Allahu fol në mënyrë kritikuese ndaj mushrikëve. Thot, a mos valla ata kanë ortak pas Allahut, i kanë bërë, a mos ata kanë marrë ortak pas Allahut, e të cilët u kanë vendos atyre ligje për të cilat nuk u ka dhënë leje Allahu subhanahu wa taala. A ka diçka të paqartë të shkruajë? S'ka të paqartë, të qartë është. Se Allahu po u fol në mënyrë kritikuese. Se çish ka mundësi ju me i marr ligjet për dikujt pas Allahut subhanahu wa taala. Dhe tha Allahu xhela xhelaluhu: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nuk i takon besimtarit e as besimtares që në çështjet për të cilat ka vendos Allahu, ata të kenë zgjedhje në çështjen e tyre. Nuk na takon neve, nuk e kemi këtë të drejtë që na ta marrim fjalën e Allahut, ta marrim vendimin e Allahut dhe vendimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, burra dhe vëlla për besimtarë, e pastaj ti shoshisim na. A e marrim apo nuk e marrim? Nuk e kemi këtë të drejtë. Këto ligje, këtë Kur'an që na lexojmë, na ka imponuar e vallaçën. Kjo është imponim. Dhe u thot pse, e përmend edhe në kaluar, pse? Feja pas ka qenë ka imponim, po edhe kushtetuta juve është imponuese ndaj neve. Nëse e thejna diçka për kushtetutës, na dënojnë. Hin semaforat kuqet, ta merr lejen 6 muaj. Imponuese është ajo. S'ta kalon të drejtën ti, këshire, semafori është i kuq, si dush hin, si dush mos të kuqë. Jo, dush mundon kuqë, se dënon. Do të thonë imponim është. Ta marr si shembull semaforin sikur një ligj administrativ që. E tash ta ligje tjera thon atje ligje të kufrit dhe shirkut. A kupton? E tash neve na ngelet me pyet veten tonë dhe me vendos. Do jetojmë me ligjet e Allahut apo do jetojmë me ligjet e atyre të cilët në çdo 4 vjet kanë nevojë me ndryshu ligjet. Me shtu ose me paksu amendamente edhe me forcue ligjet e tyre ose me dobësu ligjet e tyre. Tash, kjo çështje që ka çështje e pa diskutueshme, se ligjvënia i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Nuk i takon vendimi dikujt tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Afa hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Ata a kanë për synim ligjin e jahiliyetit? A kanë për qëllim ligjin e jahiliyetit? Cili është ligji i jahiliyetit? Gjithçka pos Islamit është ligj i jahiliyetit. Dhe ligji i jahiliyetit nuk kufizohet vetëm me periudhën e ignorancës së kohës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në çdo periudhë kohore kur njerëzit largohen prej ligjit të Allahut dhe marrin ligje tjera, ata kanë marrë ligjet të ignorancës. E tash, ka shik këtyre ligjeve dhe ka shik këtij realiteti si duhet me qenë qëndrimi besimtarit. Besimtari duhet t'i mohon. Besimtari e ka obligative t'i mohon të gjitha ligjet tjera dhe të pohon ligjet vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Tha Allahu në Kur'an: "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha." Ai i cili e mohon taghutin dhe beson Allahun, ky njeri është ka për litarin e fuqishëm, të pashkëputur. Është ka për litarin e pashkëputur. Tash, pavarësisht thash emërtimeve, qoftë ajo demokraci, qoftë ajo komunizëm, qoftë ajo
ligji i tatarëve, qoftë ajo ligji i Gjingis Khanit, qoftë ajo ligji i Justinianit, qoftë ajo ligji i Hammurabit, çka do qoftë ajo, emërtime, çfarë do qoftë ato, ne si besimtar obligohemi t'i mohojmë të gjitha dhe ta besojmë Allahun subhanahu wa taala. Për shkak se të gjithat janë tagut që adhurohen pas Allahut subhanahu wa taala. E adhurimi i tyre është arbitrimi te këto, gjykimi me to dhe pranimi i këtyre ligjeve. Ajo që obligohet çdo musliman dhe çdo muslimane ta merr në konsiderat është që ta merr në konsiderat vetëm fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ixhmaun e dietarëve. Po kjo mirët në konsiderat. Këto që janë duke i fol janë rregulla. Mbani mend vëllazër. Këto janë rregulla. Një pjesë dërmuese e të tjerëve mundohen që me këto rregulla mos me eduku xhamatin. Që në këtë mënyrë me madhnu hoxhën, çështë të hoxha ka kryer kjo mesele. Dhe pastaj hoxha bëhet në një farë mënyrë i pagabushëm. Jo, ajo që mirët në konsiderat, ajo që duhet me marrë në konsiderat është fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe ixhmaja e dietarëve të muslimanëve. Dhe si të tillë nuk lejohet që dalin prej kornizave të teksteve dhe të ixhmos së muslimanëve. Thot Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft. Fa in wujida an-nassu, është duke folur Ibn Kaimi për Imam Ahmedin. Foli Ibn Kaimi për Imam Ahmedin në librin e tij I'lam al-Muwaqqi'in. Thon, fa in wujida an-nassu afta bi mujabihi wa lam yaltafit ila ma khalafahu wala man khalafahu ka'inan man kana. Vetëm se na duhet jemi të sinqertë dhe të kemi dert për fenë e Allahut dhe mos e rëna fenë e Allahut peng të dikush dhe mos ta lam fenë e Allahut të mbështet të dikush tjetër, po fenë e Allahut me cilën fenë dojmë me shpëtu dhe me fitu xhennetin, ta ndërtojmë mbi fjalën e Allahut dhe mbi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Kaimi, Allahu mëshiroft, duke fol për Imam Ahmedin. Thot, kur Imam Ahmedi e ka gjetë një tekst, kur e ka gjetë Imam Ahmedi një tekst, apo e ka pas me vete një tekst, çka po qëllon teksti? Ajeti ose hadithi. Kjo është po qëllon teksti. Kur ka pas hadithin ose ajetin me vete, thot, ka dhënë fetva në bazë të asaj që kuptohet prej teksti. Ka dhënë fetva në bazë të asaj që kuptohet prej teksti. Pra ka punuar me çka tekst. Dhe nuk i ka kushtu vëmendje çka e kundërshton këtë tekstin dhe kush e kundërshton këtë tekstin, kush do qoftë ai. Kjo fjala e Ibn Kaimi për Imam Ahmedin. Se kur i ka ardhur hadithi Imam Ahmedit rahimahullahu taala, se ka këshirë se kanë është duke kundërshtuar. Si ka kushtu vëmendje se kanë e ka karshit tash me mendim tjetër. Se vjen dikush me një mendim tjetër, apo? Tash, këtu është polemika për çështje që ka polemik të dietarët. Ka polemik të dietarët. Kanë polemizuar çështje dietarë, e tash fol për Imam Ahmedin. Kur i ka ardhur teksti, s'ja ka kushtu vëmendjen fare se kanë është duke kundërshtuar tash me këtë tekst prej njerëzve, se Allahu s'e kundërshton atë asnjë, se teksti është prej Allahut dhe pejgamberit s.a.s. Mi pa e kundërshton dikan prej sahabëve, e kundërshton dikan prej tabinëve, e kundërshton dikan prej dietarëve. E thot kur ka ardhur puna me e kundërshtu, për shkak se ka pas tekstin, si ka kushtu vëmendje se kush është në pyetje. Si ka kushtu vëmendje se kush është në pyetje. Tash kjo fjalë është le të më e thon. Mi po, shqyre çka foli Ibn Kaimi se kanë ka kundërshtuar Imam Ahmedi në këtë çështje. Thot ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر لمسألة المبتوتة لحديث فاطمة بن قيس. Thot, dhe kështu Imam Ahmedi si ka kushtu vëmendje kundërshtimit të Omer ibn Khattabit në një çështje për çështje të talakit, për shkak saktësisë së hadithit të Fatime binti Qaisit. Hadithi Fatime binti Qais ka qenë i saktë. Omer ibn Khattabi, jo filani edhe alani për dukina nejtë sot. Omer ibn Khattabi, i cili ka qenë i frimzuar për janës Allah,
i cili në disa çështje i ka parapri vahjet, shpalljes, i ka parapri vahjet, frymëzim për anës Allahut. Ka ardhur pejgamberi ka thënë sallallahu, me e bëu kështu, te ty hin tuli çfarë njëri, gratë tua, aty me bëni far intervenime për çështën e mbulesës kështu më radh, Allahu ka zbritur ajetin Kur'anor. Për çka çështje që Omeri ka dhënë këshilla, Allahu ka zbritur ajetin Kur'anor. Ka lexuar pejgamberi sa sistem Kur'an dhe u ka ndalë. Omeri ibn Khattabi ka vazhduar ajetin pa e ditë. Ka thënë asam kështu ka ardhur. Çu ka qenë Omeri ibn Khattabi. Ibn Qayyim i thotë, Imam Ahmedi si ka kushtuar vëmendje se kanë po e kundërshton kur i ka ardhur hadithi. Në këtë rast thot, si ka kushtuar vëmendje pse është duhet kundërshtuar Omer ibn Khattabin për shkak saktësisë së hadithit të Fatime binti Qaisit. Edhe si ka kushtuar vëmendje në çështjen e tejemumit për xhunupin për shkak saktësisë së hadithit të Ammar ibn Yasirit. Si ka kushtuar vëmendje fjalës kur tham se ka kushtuar vëmendje Imam Ahmedi se ka pas Ali radhiyallahu anhu filan dhanon për sahabëve kërkushi. O të ka qenë mbi Imam Ahmedin, kanë qenë njerëz më të dashur të Imam Ahmedit. Mirë po, kur ka ardhur hadithi, këtu s'ka hapësirë për dikant tjetër tash. Se këtu ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur vjen hadithi më thon ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur fol hadithi më thon është fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E tash, nëse është prezant pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe është duke fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe Omer ibn Khattabi nuk paramendohet marr me kundërshtim, po themi supozimisht, vjen një mendim tjetër. A kanë më thonë, "Amo kjo Omer, po kjo Omer, amo ki pejgamberi sa sem është." E tash pejgamberi sa sem nuk është gjallë, me pa hadith është gjallë. Çu ka thon Abdullah ibn Abbas, unë ju tham, ka thon pejgamberi sa sem, ju më thoni ka thon Abu Bekri dhe Omeri, dhe filani dhe alani për sahabëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pyetje. Thot, nuk i ka kushtuar vëmendje fjalë mendimit të Aliut, Osmanit, Talhas, Ebi Ajubit, Ubej bin Kabi. Që këto jena që i përmenda, janë kokat e sahabëve, janë dietarë të sahabëve. Nuk janë sahabit thjesht, kokat, Ali radhiyallahu anhu, imam i imamëve, Osman ibn Affani, imam i imamëve, Ubej bin Kabi, imam i imamëve, Talha bin Ubaydillah, imam i imamëve. Ama, kur ka ardhur hadithin pyetje, thot, si ka kushtu vëmendje për shkak saktësisë së hadithit të Aishës radhiyallahu anha. Thot Imam Ahmedi në vazhdim, ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب. Thot, dhe Imam Ahmedi nuk i ka dhënë përparësi para hadithit të sakt, as një vepre, as një mendimi, as një analogjie, as një fjale të sahabëve. Kur ka ardhur hadithi i sakt i transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo ka qenë rruga, metodologjia e krejt dietarëve të muslimanëve. Pra, kur është prezent hadithi, kur është prezent ajeti, s'ka vend diskutimi. Se vendimtare është teksti. Kur vjen teksti, u kry muhabeti. Kur vjen hadithi dhe ajeti dhe pritet meselja, s'ka këtu çështje me polemizuar tash. E përmendëm që kjo çështje është prej çështjeve më të qarta në Kur'an dhe hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe mos më vazhdu hit tash ligjëratën, me kaq mjaftohemi. Me këto fjalë të Ibn Qayyimit dhe fjalë të shumta të ngjashme prej krejt dietarëve, të ngjashme se kur të vjen teksti s'ka polemik, kjo meselë bjen ujë komplet. Këto që e kanë leju për shkak damit, dobi dhe shmerat, po na kanë vazhduar, edhe në qoftë se zgjatemi pak, kanë bëu halal, ama mendoj që ne bësa për shkak rëndësisë së madhe të kësaj tematike. Thotë Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft. Wal qiyasu idha sadama an-nass wa qabalahu kana qiyasan batila. Të përmend qiyasin, po qiyasi është një lloj ijtihadi. Me ndryshime, disa kanë thonë që janë të njëjta, disa kanë thonë kanë ndryshime mes vete. Thot, analogjia apo ijtihadi, kur ta idha sadama an-nass wa qabalahu kana qiyasan batilan wa yusamma qiyasan iblisiya. Kur ijtihadi apo qiyasi i del karshi tekstit, e kundërshton tekstin,
Thot kjo analogji apo ky ijtihad është ijtihad i pasakt, i papranuar dhe quhet analogji e iblisit. Se iblisi ka bërë këtë analogji, mund të kriju prej zjarmit, këtë kriju prej lloçit, çish mi postej zonë këtina dhe shumë rrallë. Thot dhe kjo quhet analogji e iblisit. Fa innahu yatadammanu mu'aradat al-haqqi bil batili. Thot për shkak se kjo ndërvete ngërthen kundërshtimin e të vërtetës me të kotën, kundërshtimin e të vërtetës me të kotën apo nëpërmjet të kotës. Wali hadha, edhe këshillin e mirë ta vëzë. Edhe këshillin e mirë këtë fjalë të Ibn Qayyimit, edhe pastaj meditoni për disa, Allah i na fal të gjithë, Allah i na rujt, ja Rabb, Allah i na rujt subhanallahu. Edhe meditoni për disa se për një periudhë kohore 20, 30, 40, 50 vjeçare, se si kanë vepruar me këtë që e përmendi Ibn Qayyim në këtë tekst, edhe kanë ardhur në këtë përfundim, në këtë dënim që Allahu i dënon njerëzit që vinë në këtë përfundim. Pra thot Ibn Qayyim, thot, dhe për këtë shkak, dënimi i tyre ka qenë se Allahu u ka tallavit logjikën atyre. Allahu u ka prish logjikën atyre, u ka prish mendjen atyre. Kanat uqubatuhu an afsada alayhi aqlahu. Ai që e ka kundërshtuar të vërtetën, apo ka bë analogji, apo ka bë ijtihad, me të cilin e ka kundërshtuar tekstin e qartë, çështjen e padiskutueshme Kur'an dhe Sunet, thot dënim për këta ka qenë se Allahu këtij ja ka prish mendjen, ja ka prish dunjan dhe ja ka prish ahiretin. Wa qad bayyana fi ma taqaddama. Dhe na kemi shpjeguar më herët natë që kemi folë se ai i cili e kundërshton shpalljen me logjikën e tij, Allahu ka më aprish logjikën dhe ka më ardhur me çështje me të cilat do t'i bën të qesh një stëmençë. A kupton? Ibn Qayyim thot, ai që e kundërshton tekstin sheriatik, hadithin apo ajetin, çështjen e padiskutueshme, me logjikën e tij, me mendjen e tij, thot Allahu fillimisht ka më aprish mendjen, ka më aprish logjikën, dhe ka më ardhur me fjalë apo me vepra, me cilat fjalë apo vepra ka më i bën me qesh një stëmençë. I meqë thot këshera me shkatë të bëmë, kime sot tamam. Pse? Për shkak se ka kundërshtuar tekstin sheriatik. E tash, se cili prej neve, ata që kanë pak përvojë në përgjemate dhe i kanë pot, dhe më thonë fetfase që shkanë rjedhë në të 30 vjeçën e fundit, në her lejote, her s'lejote, her kufër e shirke, her të aprish islamin, her zhytjen ta, her investim në të edhe këshimaraf, se si Allah subhanahu wa ta'ala u ka prish logjikën të njerëzve. Dhe tash vinë me çështje që nuk ka jo vetëm këtë çështje, dhe shumë çështje tjera që janë të padiskutueshme, vinë dhe i prishin këtë së shumë. Kupton? Ka me cek nëse sikur të kishin vepruar me disa çështje në kohët e mëhershme, to selefit e zamanit ton, kishme qenë gjendja pak më ndryshe në kohën tonë, çka marr më vonë. Pastaj themi, në qoftë se ka khilaf, me një çështje për çështje, këtë khilaf, këtë polemik, këtë diskutim, ku e kthejnë në? A ka me fillu tash për së cilën çështje që është diskutabile me folë se cili prej logjikës veta? Jo për çdo çështje diskutabile në jetën tonë, a Kurani ka ardhur për më na rregullu komplet jetën neve, jo për më na rregullu disa prej adhurimeve aty këtu që na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Për çdo çështje diskutabile të paqartë, na duhet t'i kthehemi fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A t'i japim tash mundësinë na mi thon po ligjeve tjera jashtë ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Ti themi na po partive politike dhe ta lëm partinë e Allahut subhanahu wa taala. E që të gjitha këto janë kufër dhe shirk dhe mohimi Allah subhanahu wa taala, edhe në qoftë se nuk e kanë për qëllim këtë me zemrat e tyre. Bani me. Këto gjitha janë kufër dhe shirk. Ata që thojnë po, ata që japin të drejtën dikujt në vendos ligjin, këtë rast deputetëve, që i votojnë që ata të jenë përfaqësues të tyre në tempullin e demokracisë.
Dhe puna kryesore që ata e bëjnë aty është vendosja e ligjeve. Diskutimi i tyre dhe vendimi për ato ligje, dhe pastaj këto ligje u imponojmë njerëzve nëpërmjet dy pushteteve asaj qendrore dhe atij lokal. Të gjitha këto janë kufër, shirk dhe mohim i Allahut, edhe në qoftë se këto vepra votues qofshin, implementues të ligjeve atje në parlament qofshin, nuk i bëjnë me zemër, po i bëjnë vetëm me vepër. Janë kufër, shirk dhe dalë prej fesë Allahu subhanahu wa taala. Kena më cek më vonë fjalën e Ibn Taymiyes në këtë çështje. Këta që e lejojnë përfshirjen e muslimanëve në këtë sistem, thonë demokracia ka çështje pozitive dhe negative. S'mundi me thonë që jo këtë e keqe. Ka dhe se me të mira. Ka kufriate, na e dim këta, ka do të çështje që janë kufër, ama ka do punë të mira ka. Na themi, taguti nuk pjesëzohet. Nuk themi na një pjesë të tagutit kena me mohue, e do pjesë që i ka të mira taguti s'kena me mohue. Taguti është tagut. Duhet të mohohet komplet. Dhe nuk e kemi të drejtën na të besojmë diçka, të mohojmë diçka, të pranojmë diçka, të refuzojmë diçka. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala: "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apo besoni diçka për librit dhe diçka mohoni? Diçka po pranoni e diçka po refuzoni? Pra nuk mundemi na me thonë, këshire, prej Kuranit kjo më pëlqen, po e marr, e kjo s'm pëlqen, nuk po e marr, po e refuzoj. Kjo është imani, do të thonë, Kurani është imani. Te imani nuk mundem me thonë, diçka po pranoj, diçka po refuzoj. A kuptum? Këta po e dim, apo? Të njëjtën e themi të taguti. Nuk themi të taguti, diçka që i ka të qia, na si besojna me zemër, po tash të të mira që janë këtune, edhe kena marrë këtë komplet. Ja. Në qoftë se është prezent kufri dhe shirku, qoftë ajo edhe vetëm me një ligj, qoftë ajo edhe vetëm me një rregull, ajo këtë është e keqe dhe s'konsiderohet e mirë. Ajo është krejt e keqe edhe nuk konsiderohet e mirë. Kjo kështu për shkak se mushrik në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe para tij janë munduar që nëpërmjet shirkut ta madhojnë Allahun subhanahu wa taala. Janë munduar që nëpërmjet shirkut ta madhojnë Allahun xhel xelaluhu. Tash ky synim i tyre, kjo përpjekje e tyre, u ka marrë këtë përpjekje Allahu në konsiderat, me i thonë tamam mirë se jo, kjo vepra është e keqe, ama ju qëllimin e keni pas për marritur të kjo e mira me madhnu mua dhe super. Jo, Allahu ka hedh poshtë. Ata thanë: "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Shikoni me vëmendje. Ata thanë, ne nuk jena duke i adhuru këta zotna, post që këta të na afrojnë tek Allahu me një afrim. Dhe me thonë, këto idhuj që kanë adhuru në tokë, i kanë adhuru për të afru të Allahu xhel xelalu. Se kanë bë analogji me çështjen e popullatës me mbretin. Ka thonë, nuk kena mundësi me u fu drejt për drejt të mbretin, po e gjejmë një punëtor, një sigurim të dera, apo një punëtor në pallatin mbretëror, i cili nëpërmjet tij lidhen me mbretën. Dhe kështu e kanë bërë këtë analogji edhe me Allahun xhel xelalu. Ka thonë, drejt për drejt me Allahun nuk mundemi për shkak se jemi shumë gjëra qartë. E na i marrim këto idhuj, të cilët kanë qenë njerëz e mirë, të cilët kanë qenë adhurues të Allahut, të cilët kanë qenë njerëz që kanë urdhëruar të mirë, kanë dalur nga e keqja derisa kanë qenë gjallë. Kur kanë vdek, kanë thonë po i lusim këta ta lusin Allahun, se me lut në drejt për drejt, kena gjunahe, na të mangat. Me po, këtë analogji, këtë synim të madhnimit të Allahut, Allahu nuk ka mund konsiderat. I gjykoj me kufër dhe me shirk dhe i thirrit që ata të pendohen dhe t'i kthehen Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha Allahu xhel xelaluhu në Kur'an: "Kul", shembull tjetër, "Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik." Ai thuaj, ai që ka armik Gjibrilin, ai të ka zbrit Kur'anin tyja. Ai Gjibrili të ka zbrit Kur'anin në zemrën tënde. Thot Ibn Kathiri: "Falyalam annahu ar-ruhul amin alladhi nazala bi dhikri al-hakim." Le ta din se cili
se ai Gjibril alayhis salam është meleku i besueshëm, i cili erdh me shpallje te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rasulun min rusulillah. Dhe ai është i dërguar prej të dërguarve të shumtë të Allahut. Një prej të dërguarve të Allahut është Gjibril alayhis salam, të cilin Allahu e ka dërguar tek pejgamberët, së fundmi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot: "Wa man 'ada rasulan faqad 'ada jami'a ar-rusul." Ai që e ka armik një pejgamber, ai ka armiqsu krejt pejgambert. Dhe shembulli i tij është sikur shembulli i atij i cili e ka mohu dika prej pejgamberëve. Ai ka mohu krejt pejgambert. Dikush thot, unë krejt pejgambert i pranoj, po hoj që janë pejgamber pos Isait. Isa alayhis salam nuk e pranoi si pejgamber. Ky njeri i ka mohu krejt pejgambert. A kemi qartë? Ky njeri si ka mohu me fjalët e tij krejt, veç një. Mirë po, në shariat i ka mohu krejt komplet. E na çështjet tona çdo herë kur veprojmë, flasim, diskutojmë, duhet t'i bëjmë mbi shariat, jo mbi atë çfarë na mendojna. Te Allahu është e saktë. Tek ligji i Allahut është i saktë, jo tek na. Thot, ai që mohon një pejgamber i ka mohu të gjithë pejgambert e Allah. Tha Allah në Kur'an: "Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا حكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض وكفروا ببعض." Thot Allahu në Kur'an, ata të cilët e kanë mohuar Allahun dhe të dërguarit e Allahut dhe dëshirojnë që të bëjnë ndarje mes Allahut dhe pejgamberët e Allahut dhe thonë, i kemi besu disa dhe i kemi mohu disa për pejgamberëve, dhe dëshirojnë që të marrin një rrugë të mesme. Dëshirojnë të marrin një rrugë të mesme mes Allahut dhe pejgamberët e Allahut, marrin një rrugë tjetër. Rruga është rruga e Allahut dhe rruga e pejgamberëve të Allahut. S'ka rrugë tjetër. E këta që kanë mohu disa për pejgamberë dhe i ka besu disa, to kanë dëshirë marrin një rrugë tjetër. Çka tha Allah? Ulaika humul kafiruna haqqa. Ata janë qafirat. Të vërtet. Ata, ka në vërtetim. Ulaika humul kafiruna haqqa. Ata janë qafirat të vërtet. E Allah për jo besimtar qafirat ka përgatit dënim të dhëmshëm. Thot Ibn Kathiri, Allahu i ka gjykuar me kufër të pa diskutueshëm, për shkak se kanë besu diçka dhe kanë mohu diçka. Kjo rreth raportit të njeriut me Kur'anin, e njëjta vlen dhe raporti i njeriut me tagutin. S'mu me thonë diçka është e mirë, diçka është e keqe. Atje është gjithçka e keqe. Gjithçka e keqe në shariat, jo në logjikën tonë. Nëse mi kuptue se demokracia është sistem jashtë sistemit të Allahut subhanahu wa taala, që parollë kryesore e ka që vendimit e kon njerëzve, kurse tek feja Allah vendimit e kon Allahut subhanahu wa taala, thon dietar, na vjen në përfundim se ata të cilët dëshirojnë apo janë përfshirë në këtë sistem të tagutit, janë përfshirë për tre çështje, për shkak tre çështjeve, ose për shkak dhunës, ose për shkak imponimit, ose për shkak keqkuptimit të kaptinës së damit dhe dobis. Mirë po, pjesa dërmuese atyre që na ka rastisna me pa dhe me ndëgju, asnjëri prej tyre nuk është përfshirë në meselën e ikras. Domethënë, asnjëri prej tyre nuk ban thirrje për përfshirjen në këtë sistem të tagutit, për shkak se jemi në çështje të dhunës, jemi në situatë të dhunës. Sikur të kishte qenë kështu, çështja kishte qenë shumë lehtë. Çështja kishte qenë shumë lehtë dhe shumë e arsyeshme. Kishte më gjetë disa arsye me arsyetuar. Mirë po ata të kaptinë kanë të kalu. Dhe kanë ardhur te kaptina e imponimit dhe te kaptina e damit dhe dobijës, çështje përmendim shumë. Domethënë dami, çfarë do të thonë dami dhe dobija, veprimi i diçkajt të keq
të ndaluar për përfitimin e një të mire, ose veprimi i një të keqe për largimin e një të keqe më të madhe. A kuptu? Veprimi i një të keqe për largimin apo për evitimin e një të keqe shumë më të madhe, e një të keqe shumë më të dëmshme. Në qoftë se, ishin përfshi ikrahun, kishim me gjetë një farë mirë kuptimin e këtë çështje. Mirë po, përfshirja në çështje të kufrit dhe shirkut të qartë, të pa diskutueshëm, me tekste të qarta, të sakta, nga Allahu dhe pejgamberi sa për të çështje, përfshirja në këtë çështje, duke u argumentuar me këto rregulla për shkak imponimit apo për shkak dëmit dhe dobis, është e papranueshme. Edhe është rrëshqitja më e madhe. Pse? Për shkak se me ixhma të dietarëve, nuk lejohet veprimi i kufrit dhe shirkut jashtë adhunës. Me ixhma, me pa polemik të dietarë të muslimanëve, nuk lejohet veprimi i kufrit dhe shirkut jashtë adhunës. Duke u bazuar te fjala e Allahut në surën Nahl, ku thot Allahu illa man ukriya wa man kafara billahi illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun alim. Ta që kanë mohu Allahun pos atyre që kanë pas dhunë ndaj të cilëve i është shkaktuar dhunë, edhe zemrat e tyre i kanë pas të qeta me iman. Mirë po ata të cilët e hapin gjoksin për veprimin e kufrit, pra e veprojnë kufrin jo për shkak dhunës, e kjo është për çka do qoftë tjetër, thot mbi ata është hidhrimi i Allahut dhe ata kanë dënim të dhëmshëm, e këtë ata e vepruan për shkak se i dhan përparësi jetës së kësaj bote para botës tjetër dhe Allah nuk e uzon popullin jo besimtar. Tha Allahu në Kur'an: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Luftoni ata çish ju luftoi juve. Largoni ata çish ju largoi juve. Me të vërtet fitnja është më e keqe se sa vrasja. Me të vërtet fitneja është më e keqe se sa vrasja. Thot Imam Kurtubiu, el fitnetu a'zamu min al qatli. Fitnja është më e rëndë se sa më u vra. Çka është fitnja? Kanë thënë dietar fitnja është shirku. Shirku është më i keq, është më e rëndë se vrasja. Ço do të thonë? Në qoftë se vdisni, vetëm mos më bëj shirk Allahut, është vendimi më i saktë që mund të marrë njeriu. Në qoftë se vdisni për mos më bëj shirk Allahut, është vendimi më i saktë që merr njeriu. E sot çka veprojnë njerëzit? Sot njerëzit bëjnë shirk Allahut subhanahu wa taala për shkak se kryetari i komunës ka qenë mirë. Jo ai, ose kryetari i kuvendit ose ky diçka unë. Për shkak nismit pogaçe gjatë periudhës së zgjedhjeve, për çkaç i bëjnë shirk Allahut subhanahu wa taala. Se ka më shku te shtabi sa për sa ka më hang burrek me mish pa parë. Veç për çkaç. Tak më tepër për një rrogë pa shkuar punë hiç, për çkaç i bëjnë shirk Allahut subhanahu wa taala. Me i marr 18000 deri 24000 denar, të dhëna maqoni, ama mos me shkuar punë. Tak më pa shumë me marr ndonjë avancim te puna e tij që e ka. Me ja hyj pak rrogën, me ja bën ja 700-800 euro, që 1000 euro me ja bën rrogën në punë shtetit, për këtë i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Allah po thot, shirku është më e rëndë sa vrasja. Ço do të thonë, nëse ju vrasin e ju nuk e veproni shirkun dhe vriteni, kjo është shumë më e lehtë sa i bësh shirk Allahut subhanahu wa taala. Dhe është vendimi më i mirë që mundet me marr, vendimi më i mirë që mundet me marr njeriu. Thotë Imam Shokani, fitnja në fe është më e rëndë sa vrasja. Ma letë është me të vra, sa me të shtim fitnë, me të bëth fitnë në fej. Pse? Ti ashtu nuk i me dek në ditë, s'ki ku me shkua. Ama fejnë s'ki cigut. Në qofë se i ekspozosh fitnëve, s'ki cigut. A del, a nuk del fa që barth. E me u vra, i e vra sot, që se në sot nuk vitësh, ki me vdek nejse. Ama, ke shpëtu me fejnë tane. Kanë thënë dietarët.
Ata, ka thënë dietarët e të vërtetës, për shkak se ka shumë dietarë të zamanit tonë, për fat të keq, që po themi që kemi mendim të mirë që kanë pas për qëllim të vërtetën dhe kanë pas për qëllim hakun, po ja kanë huq. Po themi që kanë mendim të mirë. Argumenton në atë se na po e veprojmë, po përfshihemi në demokraci, në zgjedhje parlamentare, në zgjedhje komunale, në zgjedhje presidenciale, edhe kështu me radhë, po përfshihemi në gjykatat e tyre, në prokuroritë e tyre, në ushtrinë dhe policinë e tyre, në shërbimet sekrete e tyre, krejt këto për i bojmë na, që janë të këqija, nuk janë të mira, se nuk janë ligji i Allahut, kështu thonë, nuk janë ligji i Allahut, po për shkak dëmi dhe dobis, do më thonë, e veprojmë këtë, ose për me përfitu një të mirë, prej të mirave, që është e mirë, iluzion, nuk ka diçka të caktuar, veç iluzion është, se mi pyet, cila është dobia që do me emri, se di, se ka ide çfarë të mire, do më thonë, thot, dini votoni për të mirë dhe muslimanëve, për cilën të mirë, për të mirë dhe muslimanëve. Po cila e mirë, cila, ku dojmë me mrije, ku dojmë me arrit, çka dojmë me bë, nuk ka diçka të caktuar. Do me thonë kjo, përfitimi të mirës është iluzion krye. Që shkëna me pa fjallën e Imam Shafi'it, për shkak se kjo rregull e pa ndryshuar e Allahut xhël xhelalu. Sa ai që i ban shirk Allahut, ai që i kundërshton tekstet e qarta, iluzion e ka, veç film e ka. Iluzion e ka, nuk ka diçka të caktuar. E ata thonë, na po i bojmë këtë që është ndaluar shëratikisht, po na po e veprojmë këtë që ta përfitojmë një të mirë, e cila është iluzion, nuk dihet çka, apo ta evitojmë një të keqe më të madhe. Edhe kjo është iluzion, nuk dihet çka është ajo keqja më e madhe. Thonë dietarët. A ka diçka më rëndë se me të vrarë? A ka diçka më të rëndë se me të vrarë? S'ka. Më rëndë se me të arros plumin ball, s'ka. Kjo kulmi. Shirku është më e rëndë se kjo. Shirku është më e rëndë se kjo. Nuk krahasohet vrasja me shirkun. S'krahasohet. Vrasja nuk është kur gjallë. Ka shirku. Tash, a mundet logjikisht njeriu me logjik të shëndosh, me mendu dhe pretendu dhe marrë në përfundim se na do ta veprojna të keqen më të madhe të mundshme që ekziston për një largimin e një të keqe më kujt diçka. Çfarë të keqe? Çfarë të keqe? Nuk ka të keqe pas kufrit dhe shirkut, ka frikë më veti. Në moment ku njeriu i bën shirk të madh Allahut, tu s'ka më të keqe më të vogël më të madhe. Supozojmë të tham, krejt qijat më bëmo s'ka lidhje për ty. Se ti ke bë keqen më të madhe ke bë. Të keqen më të madhe ke bë. Logjikisht nuk pranohet. Logjikisht nuk pranohet. As shëratikisht në fen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj kjo rregull është rregull e kufizuar apo është rregull e pa kufizuar? Kush çish don vepron me këtë rregull? Këtë kanë më thonë pa pikë dyshimi se është çështje e kufizuar. Nuk mundemi marr këtë rregull dhe me punu paushall me këtë rregull. Pse? Por shkak se nëse e marrim këtë rregull, veprimin e një të keqe për përfitimin e një të mirë të muslimanëve, apo veprimin e një të keqe për evitimin e një të keqe shumë më të madhe, apo praktikën e një të mire për përfitimin e një të mire më të madhe, nëse këtë e marrim dhe e fusim në kapitullin e shirkut, atëherë, çish më i thon atina që punon me kamat, mos punon me kamat? Ai thotë, po ku kam dobi të kamata. Ai që bën zinat, ç'më thon? Ai thon kam dobi unë liron, të ketë energjia negative që kanë tu për çesi jashtë liron, kam dobi kam. Ai që vjedh, çish më thon ti plashkadis mos vetë. Ai thotë kam dobi kam. Në qoftë e përdorim këtë rregull, dëmi dhe dobis, evitimin e të keqes më të madhe, përfitimin e dobis më të madhe, në kapitullin e kufrit dhe shirkut të madh. Këto kapitula të tjera kanë qenë edhe më përpasore pastaj. Pse kanë thënë njerëzit, shëroni kështu situatë të rregullt, normale, nuk ndjej, domethënë, jam i dobtja, ama kur i bëj gjuna Allahit, edhe kur pendona, do qysh mushna me iman. A dhe shtash, bismillah, ke gjuna. Pse? Se e kanë qëllim pendimin mos gjunave. Jo, më këshin, kjo dobi jo, se njeriu kur i ban gjuna Allah dhe pendon për gjunaj, gjendja ati kthehet sikur mos e pasboj gjuna.
bine kthehet situata të caktuara edhe më mirë ka qenë para gjunait. Apo kjo është dobi që duhet përfitohet. A ti bëjna gjunahat na me këtë ide? A çkina të plaçkisim na me këtë ide se bëjna dobi, Allah bëjna pare. S'ka më shkuar për një skelën e 24/7. Shkojnë një plaçke, po edhe dobi kanë. Jo, ti nxjerrin çit jashtë me këtë mesele. Ose zina me bë, ose alkool me pi, ose me shit alkoolin, ose kamat me marr me dhënë, dhe kështu me radhë. Jo. Pse? Këto mesela janë të qarta. E kjo mesela e kufrit dhe shirkut, po kjo është më e qartë. Sikur të veprohen këto tjera të shumë lehtë ka si kufrit dhe shirkut. Sa do qoftë dënimi i Allahut për mëkatet e mëdha, prapë ka me qenë në mëshirën e Allahut në gjykimit. Me dash Allah i fal, me dash nuk i fal, i dënohet me drejtsinë e tij. Me po shirkun la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nuk e fal që bëhet shirk, Allah fal gjithçka në gradë më poshtë se shirku. Pra, kjo kaptin nuk është në përgjithësimin e saj. Kjo kaptin është e detajzuar në ato çështje që lejohet, edhe aty nuk është e përgjithësuar. Kjo rregull e saktë shariatike. Lejohet veprimi i një të keq për vetimin e keq më të madh, apo braktisja e një të mirë për vetimin i dëmit më të madh, apo për vetimin diçka më të madh. Kjo lejohet, apo ku lejohet? Edhe këtu ku lejohet, Allahu na mëson vllazni. Jo na çka menojnë. Pse? Për shkak se del njëri me shall, thot votojni çka parti. Del ai tjetri, thot votojni atë tjetri. Këtu pari te na, këtu katunet e Shkupit, s'po flas për fshatra të tjera, qytete të tjera, po flas vetëm për Shkupin, po flas. Po janë bërë parçe xhamatet e xhamive. Na për fshatra, hoxha i xhamis e për këtë parti, hoxha i xhamis poshme për këtë parti. E tash ai xhamati që është me partinë e kundërt te hoxha gjernat, çish më ngu këtë hoxha pastaj nders. Tash kjo që mbledh vota për një parti, aty në xhamat ka do xhamat tjetër që janë me një parti tjetër. Thot xhamati tjetër, çish më ngu pastaj këtë hoxha. S'ngohet më. Pse? Pse zullumçar, për shkak se edhe kjo parti, apo edhe ky koalicion, në gazeti shahen, akuzohen, shantazhohen për zullum me padrejtësie, edhe kështu me radhë. Tash çish më ngu një hoxh i cili është për një koalicion i cili akuzohet për çka s'mos. Çish më ngu këtë hoxhën tjetër i cili është për krasin një partie i cili koalicioni i cili akuzohen për çka s'mos. Çish më ngu. Edhe sikur të jetë sakt përdorimi i kësaj rregulle edhe në kufër dhe në shirk. S'janë të ditë me përdor. Nuk janë të ditë me përdor. Pse? Pse e kanë përçarë xhamatin. Janë përçarë muslimanët, janë bërë çopatova në mëzete. Dhe në këtë mënyrë është hub forca edhe pushteti edhe fuqia muslimanëve. E para, kjo rregull nuk përfshihet në çështje kufrit dhe shirkut. U kri. Pse? Për shkak se kjo rregull është ijtihad, përpjekje është. Ijtihad va. Dhe kjo nuk është rregull e vendosur për sesën e saj. Si do të caktuar, vetë caktuar vjen pa kjo rregull dhe veprohet për një sot të caktuar. Edhe këtu me rregullat e tjera të Kuranit dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është e përgjithshme. Çka do me bëne? Edhe kështu më radh. Akidia është tekst, ajet ose hadith. Besimi është tekst, ajet ose hadith. Nuk ka dobi më të madhe të tauhidit. Kjo duhet të përfitohet. Nuk ka dëm më të madh se shirku. Kjo duhet të evitohet. Këto janë rregulla, mbani mend këto vëllezër. Dëmi më i madh, e keqja më e madhe e mundshme që ekziston në këtë tokë është ortakllëku ndaj Allahut. Me bë ortak Allah. Kjo është e keqja më e madhe që ekziston. Kjo duhet të evitohet. Në çështë nuk evitohet, nuk largohen prej kësaj. Çka do që të bëjnë as, ta bën dobi të Allahut. Dobia më e madhe, e mira më e madhe që ekziston në këtë dunjë është njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Këtë duhet ta ruajmë. Dhe nuk ban më fut me logjikën tonë në këtë çështje dhe me deviju prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Thotë Imam Shatibiu, dëgjoni. Kjo është fjala e një imamit prej imamëve të muslimanëve.
Nuk është fjala e filanit dhe alanit prej neve këtu pare. Thë jam Shatibiu. وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية. duke fol për në librin e tij Al-Muwafaqat 2457 për komentimin e ëndrrave dhe kështu me radhë, thotë: dhe këto çështje nuk duhen të mirën në konsiderat, këto çështje nuk duhet të mirën në konsiderat, dhe të jemi të kujdesshëm, pos në qoftë se këto çështje nuk e prishin ndonjë dispozitë sheriatike apo ndonjë rregull sheriatik. Pra nuk duhet me marrë konsiderat. Në qoftë se këto çështje, tash të fol për një çështje për çështjeve, dhe na themi për kreta çështje, për kreta rregullat, për kreta mendimet, për kreta fatvat, për kreta gjykimet, për kreta pozicionimet, nuk mirët në konsiderat, në qoftë se ata vinë dhe e prishin një dispozitë sheriatike, e hedhin poshtë një dispozitë sheriatike, apo e prishin një rregull fetare. Fa innama yakhrimu qa'idatan diniyan wa hukman shar'iyyan laysa bihaqqin fi nafsihi, bal huwa imma khayalun aw wahm. Kjo fjalë Imam Shatibi, kjo është fjala e imamit të madh musliman. Imam Usuli, ata që më dëgjojnë prej hoxhallarëve e dinë që më thonë Imam Usuli. Thot, për shkak se ajo e cila, tash kjo ajo është çesmos, pozicionim, vendim, fetva, gjykim, mendim, ajo e cila e prish, e hedh poshtë një rregull fetare të padiskutueshme, apo një gjykim sheriatik, thot ajo nuk është hak në veten e saj, nuk është e vërtetë në veten e saj. Ajo është iluzion, ose është shtytje e shejtanit, ose është përshpëritje e shejtanit. Nuk është iluzion, nuk është hak. Vallahi, krejt të çështjet që janë të folë këto, të cilat janë të dhënë fetva për më marr pjesë në sisteme, kur ti pyetish për çfarë të mirë, iluzion kryeve që është. Për shkak se e rregull e pa diskutueshme është. Kanë marrë me diçka që e kanë kundërshtuar tekstin e qartë. Dhe kanë rënë në iluzion ata. Vetëm në iluzion. Çka do na marri? Kur ta shesh aty, qëllimi sovrashaj për udhë kur të zonë mos me të marrën dënimin. Çka? Mos pagu 500 euro, nëse me pas një të njohshëm, me pas policin të njohshëm atë. Ose diçka tjetër. Ose kur dush me ndërtu shtëpinë, mos më ardh inspeksioni me ta prish shtëpinë. Çka? Këma vetë. Ose bekatonka. Mas 35 vjet dhe shtet, ala muhabet bekatonkave, asfalti dhe ujtë pishëm, para me ndonë. E kanë mjel dërzhavën, miliarda euro duke vjetë, lëçkamanët në përqytet edhe në përfshata nuk kanë ujtë pishëm, nuk kanë ujtë për me hejtë. Edhe ala mashtrohen me bekatonka edhe me ujtë pishëm. Që në qoftë të se, mobilizohen djetartë edhe hoxhallartë, dhe janë të gjithë një grusht, dhe veç më janë lidh zekatin muslimanëve shtë në Shkup çka janë, nuk jetë fukarat në Shkup. Bani me qenë bashkësia islame që shduhet, mos me qenë ai pari punëtor i tagutave, me qenë si duhet, veç zekatin më janë lidh, po fol për shtë në Shkup, ose që, po dormi për të Shkupit, në Maqedoni, komplet, me janë lidh zekatin e muslimanëve, fukarat s'jetë. Për asfalt e bekaton nga dhujt pishu, s'bot me muhabet, nuk bot muhabet. Vallaj nuk bot muhabet. E këmë dëgju një rast, të regon një prej gjallarve tonë prej rethit së rrugës. Fshati, pareli, fshati i cili mesatarën e hargjime mujore kanë prej 800 të 1500 euro, të 2000 euro. Dhe më thonë, jetën nuk e kanë bashkë, jetën e kanë të mire kanë. Luks ose super luks. Se kanë
poshtë. Janë dërmu duke hapë bunara në Afrikë, a u të pishën katën s'ka, para në më. Bunara në Afrikë, a u të pishën nuk kanë qatë. Që me bo me qenë si duhet, jo me qenë argat të tagutit, me qenë argat të fejsa Allah, s.w.t. Ata 4-5-6 xhamia që janë në të fshatë, për shembull, me qenë hoxhallar krejt të një grupit, mos me qenë njëni për të ma vitit, tjeti për të kuqt, aj për të bardh, ki për të zit, me qenë krejt për fejna Allah, gjellë gjellalu, me pas për qëllim ngritjen e fjallës Allah, s.w.t. Me qenë krejt bashkë, dhe vetë zeqati në të fshatë me mledh, u i pishëm për sos ma vete. Asfalti, zbat ma vete. Fukara s'ka në të fshatë, edhe për qytete. A me qenë si duhet me qenë. A me qenë si duhet. E kur nuk është si duhet, kjo tjetër qka është? Kjo tjetër është këtë Imam Shatibi thot iluzion. Për shkak se ajo e cila e prish një rregull sheriatike, një dispozit sheriatike, a ka dispozit më të madhe sheriatike se e drejta ta takon vetëm Allahut në ligjvënie? Kjo meselë është ka më të madhe se kjo. Kjo është meselë të hakimisë të tauhidit të mëdha. E kur njeriu ja jep të drejtën dikujt tjetër pas Allahut subhanahu wa taala, me këtë e ka prish këtë rregull. E ka hedh poshtë. Këtë rregull sheriatike, këtë dispozit sheriatike e ka hedh poshtë. Tash veprimin që e bën, pretendimin, gjykimin, fetfan, mendimin, kujt diçka, janë iluzione. Dhe para se me lexu këtë fjalë të Imam Shatibiut, na e kena pas bindje për ta. Po s'kena pas me fjalë të imamit. S'na ka rastis me lexu këtë fjalë të Imam Shatibiut. Ama kështu e kena pa për jashtë veç muhabet masdar kjo është. Se ditën e diell kur mbaroi zgjedhjet në ora 7 mbrëmje, u kry muhabeti deri në sabah. Pushojmë prej të hanës derti i njëjtë, gajja i njëjtë, papusia e njëjtë, fukarallëki i njëjtë, diskriminimi i njëjtë, shantazhimi i njëjtë, rastet më të tumat të njëjtë, këtë njëjtë është, nuk ndryshon kur gjë. Dhe kjo në çdo 4 vjet kështu njëjtë është. Dita e harë dhe tu t'jep deri pas 4 viteve të cikleve zgjedhore, e njëjtë është situata. Pse? Për shkak se këta që bëjnë thirrje për ndryshimin e situatës, këtë ndryshim e kanë iluzion krye veç, jo diçka të caktuar. Me thonë, ajde, ku do në arrit, ku do me mëri, këtë me va. Qka kina va, ku të qa? Pa ato musliman që u kalë bën atje, ato të rasit sëpoti që vdishnë ato a ebë dikush lëgari për ata. Që parti politike janë qina. Apo rastit mos, apo rastit sa të dush. Tu të na, e kas mes në pëlluja. Për ato ebë lëgari dikush. Ta është që hanë në mëzejtë të parti politike. Hanë, kërejt kanë qenë një brumë që ati. Kur t'i shifë, zanafilën këtë për një vejni kanë atë. Kretë të përshinë ato zullume. E mira cila është, apo evitimi të keqes më të madhe, cila është iluzion kryje. Jo diçka konkrete. Thot Imam Shatibiu, Allahu më shiroft, wa qad yukhalituhu ma huwa haqqun wa qad la yukhalituhu. Dhe ka mundësi të iluzion, më përfshijë diçka për të vërtetës ose mos më përfshije. Thot wa jami'u dhalika la yasihu i'tibaruhu min jihati mu'aradatihi lima huwa thabitun mashru'un wa dhalika anna at-tashri' alladhi ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amun la khasun wa asluhu la yanharim wa la yankasir lahu atraduhu wa la yahasha min ad-dukhul tahtahu mukallafun. Thot komplet ajo është e pasakt, nuk mirët në konsiderat për shkak se e ka kundërshtu atë e cila është e preme, legjitime në fejnë Allah s.w.t. për shkak se legislacioni me cilën erdhë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i përgjithshëm, nuk është i veçantë. Është i përgjithshëm, nuk është i veçantë. Dhe baza e saj nuk prishet dhe nuk duhet të ketë diskutim robi a më ufut nën të ajo. Nuk duhet me pas. Duhet më ufut nën dispozitën e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo rregull mirë në konsiderat me këto kushte. Në qoftë se e marrim këtë rregull dhe me këtë rregull punojmë, mirë po gjatë punimit e prishim një dispozitë sheriatike, kjo bën nuk komplet. Ibn Taymija, Allahu më shiroft, e përmend këtë rregull dhe jep një shembull konkret që më kuptoj se çka ka përdorur pejgamberi sallallahu këtë rregull. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka qenë në Mekë, çka ka thënë Aishës?
kisha pas dëshirë, sikur mos kishte qenë populli jot të ri në Islam, kisha pas dëshirë me e prish qavën komplet, me u afru te temelet e Ibrahimit alayhis salam, edhe me e bë me 2 derë. Me njëri me hymë me tjetër me dorë. Kështu që në kohën e Ibrahimit alayhis salam. Tash kjo vepër është mustahab me bë. Pejgamberi ka dashur me e bë. Pse se ka bë? Ka thonë për shkak se populli jot janë të rinj në Islam. Me veprua, ka mundësi për ashtu një farë paknaci tek këta. Një farë këtë shkuptimin. Tash që me evitu këtë shkuptim për shkak se janë të rinj në Islam, e kalon një vepër që është mustahab. A e kalon gjykimin e Allahut dhe ka shku gjykimin e tagutit, a? A e kalon vendimin e Allahut dhe e kalon të drejtën deputetëve me bo ligja? Jo, e kalon një çështje që është mustahab me bë, po se ka bë për shkak këtë shkuptimit të mundshëm që mundet më shfaq në zemrat e popullit vetë që kanë qenë të rinj në Islam. Dhe kësi shembull kemi shumë. Thotë Ibn Qayyim Allahu më shëroft, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është largu ndonjëherë prej veprave më të mira deri veprave të mira. Do thonë është një vepër shumë e mirë edhe një vepër e mirë. Tash pse? Për shkak ndonjë maslahati. E tash na themi. Që tash braktisja një vepër që është mustahab. Sunat me e bë. E ka braktis me asa që mos ka çkuptohet. Tash këto që na më falni shpejt na kanë çka kryer me këtë meselë. Si kur kishin vepru me këtë rregull, kur kanë ardhur prej botës arabe viteve 90 dhe 2000, mos më fal me tekbira, më fal pa tekbira, mos më moj durt mbi kërthis, më moj durt në kërthis, kish me qenë e pranueshme kjo. Pse? Për shkak të tekbirave, për shkak durve të kërthis, në kërthis, për mi kërthis, për shkak gishtit, a me moj drejt, a mos me çu hiç, a me livrit, çfarë janë bë? E kam përçove kështu pollatun të pare? Tash na shesin neve dituri këto. Copa janë bë, copa janë bë. Ç'është që dietar ka polemizu? Ç'tash i shef na për vareza me tallkina, me duaja, me parë, me keni vetë tauhid me këti bëj. Po të shkosh domi do bija ti ku çka bën atë tash? Mos 30 vjet vjen kthi apo çat ku kanë qenë devim më herët njerëzit. Ku është ideja jote, ku është logjika jote, ku është mësimi jot, ku është urtësia jote? E kanë marrë këtë rregull dhe ta përdorin këtu, ku është mirë me përdor, e kanë marrë këtë rregull dhe kanë përdor në kufër dhe shirk. Që tash u ka bë, kështu ideja thotë kush, Allah anon e fala me pa tekbir. O falu, leç me zban tekbir. Vetë tekbir filestar, Allahu akbar. Ço pa çetë është më bë. Tu zban pa këta. Allahu akbar. Atë lidhi do të ku dush. Nash në kërthis, veç falu. Falisa njërë falu. Përpara i kanë largu njerëzit, do më thonë me athiri arogante që kanë bë, fanatike, që jo, veç kështu me që durt, ose veç kështu me në durt, që kanë falë namazin njerëzit. Dhe ta është vime një periudhë kohore, ku as tekbir as marin, as durt për mi kërthiz nuk e lidhin, as ato bidatet nga të cilët e largu në për vareza, në përvorime, krejt bidatet i bojnë, ka prej tyre që e kanë hek grave një kabin, që e kanë mendimin që vajib këtu, tu nuk kanë sunet mo, vajib, edhe një kabin e kanë hek grave, edhe në përdasë me muzikë, edhe në dasë me qiftelia, edhe me zulla me tupana. Pse kjo vëllazë? A di pse kjo? Por shkak se i kanë dhënë të drejtë logjikës vet para tekstit gati. Edhe çfarë është vinë me çështje që e bëjnë me kesh, jo të mend që shohim me kaimi, edhe budallti bën me kesh. Edhe të çmendur këtu në shkup, kur i shohim me vetë që i bojnë, që kanë histori pak më gat, shkojnë duke bëu për shkollë. Me qiftelia, me zulla, me tupana, me bidata për varime, me bidatën e për xhamia, me krejt çështje për të cilat ndoshta ka pas hapësirë, polemik të detarëve, mos dami do bija me shito mesele. Si kanë shito mesele, kanë qenë fanatik. E kanë marrë këtë rregull edhe kanë përdorur rregullata në kufër dhe shirkun e madh ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu fi sallajin subhanahu. Thotë Ibn Taymija dhe Mëshiroft. Të ndaluarat janë dy kategori. Të ndaluarat janë dy kategori. Kategori e parë, të ndaluarat që nuk lejohet asnjëherë. Kategoria e parë e të ndaluarve, e harameve, janë haramet që kur nuk lejohet. S'ka ndonjë legjislacion, ndonjë pejgamber që i ka leju këto, asnjë. Kjo është çka thonë të mia, Islami përgjithësim, se ka ndar krejt pejgamber. Thot Allahu më shiroj.
أحدها ما يقطع بأن الشرع لا يبيح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة. Thot, njëna për këtyre harameve është ajo çështja e prejme. E kur preje çështja s'ka ma vet. Ajo që është e prejme se shariati nuk i lejon asnjëherë, as për shkak imponimit, vini re, as për shkak imponimit, as për shkak diçka që jashtë imponimit. E këtu jashtë imponimit çka? Maslahati. Jashtë imponimit është maslahati dhe çka do tjetër. Nuk lejohen asnjëherë. كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض في كل الشرائع من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا نزلت في سورة مكية. أبو شفاطان شيء والله مشروع. Thot, shariati nuk I lejon asnjëherë, as për imponim, as për diçka jashtë imponimit. Sikur, cilat janë këto gjëra? Shirku. Amoraliteti. Me fol për Allahun pa ilm, edhe padrejtësia e pastër. Këto katër nuk janë leju tek asnjë pejgamber. Nuk janë leju tek asnjë pejgamber. Prej të Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që ky ajet në çfarë sure ka ardhur? Inma harama rabbukum al-fawahisha ma dhahara minha wa batana wal ithma wal baghya wa tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kjo surën A'raf. Ibn Taymija ka qenë dietar precis, I thukt, imprakt. Ka thonë, dhe ky ajet ka zbrit tek surja e Mekkës. Mazdor se në Mekkë s'kan pas sahabët. Me një anë Bilalit të turu, me një anë Ammarit të turu, me një anë vritet Jasiri me Sumeja në bashkëshortën e tij, me një anë torturohet Khabbab ibn Areti, me një anë embargo I bëhet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 3 vjet, nga e cila embargo thuhet që vdiq Khadija radhiyallahu anha dhe Ebu Talibi, marrën se këtu kur s'kan qenë muslimanë. Vështirësi. Ja kutën veshin Abdullah Mesudit Ebu Gjehli, e kapi Utbet ibn Rabia në tortur ndaj Ebu Bekr radhiyallahu anhu, sa që nuk I shif kërkoj ka hunë ka ftyrën. Këtë jo, u bo e lan të vdekur. Kur e lan për tokë, e lan të vdekur. Me nallë kanë shkel ftyrë. E thëmë të mia, që vja jetë ka zbrit qëto. Në qëkëtë dopsi. Pasha Allahin. Ha, këna dhe gjenë në të shkëmë Mekka. Alhamdulillah, Allah mësë nësë proft. Nuk e të e lipna. Se ka paladhaji që hipin hudbe dhe thonë që nëjna të e lip belaj. Njën belaj, nuk e të e lip. I të kalëzu të vërtetën. S'po e lip me Allah në arrujt, Allah mësë nësë provoft. Ama kina mu sprovu, s'ko kina mu. Nuk mujna me dorë për këtë dunjë pa u sprovu. Pa e kalëzu vetën, si të cili prej neve, pikë të muslimani ma I vogël, tenit e ma I madhit, pa e kalëzu vetën, këtë dunjë nuk dalim I këto. Me sprova. Pa tjetër, është sunet I pandrishushëm I Allah xhallahu. Tash në krejt që këtë tortur që kanë pas musliman në Mekke, Allahu ka thonë, amoralitetin haram, s'lejo, hiç nuk lejo. Shirku, hiç nuk lejo. Kur? Jashtë dhunës. Maran se Mekke se kanë pas musliman kur? Jashtë dhunës. Allah ka përjashtu dhunë, imponimin, edhe shumërath, s'ka më parasysh. Te këto mesele. Pse, pas ka harame që një imponim lejonë? Po, coftina lejohet, ma angë një imponim. A ka dobi të coftina? S'ka dobi të coftina. Coftina është e keqe. është e ndaluar. Mirë po, në qoftë se vjen puna për me vdek, se vjen puna I tu vdek, atëherë evitimi I vdekjes është në përparsor, se sa ngranja e coftinës. Ama I tu vdek, edhe me bozina, I tu vdek dhe me po të rizit të pastër, I tu vdek me fol për Allah në pa il, jo, këto nuk lejohë. Ka thonë e tokë, e daruar të bihur mahdhur. Imponimi I lejon të ndaluarat. Ama nuk o që kështone. Imponimi I lejon të ndaluarat që I ka leju Allah mu përdor në imponim. Jo që farë dushti me bëha. Valla mu ka imponu mua dhe hina bëna një plaqë. Po s'ka be të s'ki këtë ne. S'ki imponim këtë ne.
Del shkolli punë, dhe për rëskën. Vëlla mu imponu dhe bona zina. Imponim pa ata. S'kive këtu. S'mone të më, s'ka imponim këtu ne. S'pranohë këtu. Në imponim, qka lejot me për gjunave? Në imponim lejot me për gjunave atë të cilën Allah të ka leju me dhe punë të imponime. Jo ti qka të dushu me prove. E kemi qatë. Të 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 mija, se kjo ajet ka rrit në Mekke, me në ka dhu neve, se sahabët e kanë pas shumë ranë, me gjithat, shirkun dhe kufrin Allah, o ka ndalu dhe këto katër gjëra. Të të mija, Allah më shirof, në fetalla. Robi nuk duhet me vepru diçka që e din që është haram, vetëm se me ndonë se ajo ka me ndihmua në adhurim dhe Allahot. Robi nuk lejohet me vepru diçka që është haram, vetëm për shkak se me ndonë që ki harami ka me ndihmua për një nështru Allahot subhanahu wa ta'ala. Që është tash meselja e gjunave. Thot njoni prej muslimanve, kur i bëj gjuna Allah dhe pasaj pendona, gjatë pendimit, gjatë procedurës së pendimit, në zbutot zemra, janë nisi me kajt, për ule për Allah, bëj namaznate, ndryshon këtë gjendja, e që shbona shumë mirë, e për që tanë të bëj gjunat që të arrit këtë gjendja. I përndajme dhe të zbanë me bëj këtana. Nuk me pas qëllim këtë. A i ndodhë kjo i ndodhë për një besimtari. Kur të pendohet me u zbut zemra, me i rreth syni, me u pendu të Allah, me adhuru Allah. Mi po nuk duhet me shku me këtë ide tash, me i vepru që këtë gjunoj, së masane ka me... Jo. Nuk duhet me vepru diçka që din që gjuna, me ide se kjo ka me ndimu për me nështru Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot i bëntejnije, Allah më shrof dhe me këta për fundojnë. Duke full të fjallë Allahu gjele gjelalu hu, illa me nuk rrihe va kalbuhu më të menu, apo së ati që ka po dhunë, mi po zeme ka pos të qetë me iman. Do më thonë, vetëm në këtë ras njeriu mundet me shpëtu prej dënime. E djetar, personit të cilët i shkaktu dhunë dhe ka vepru veprën e keqe, e jo se cilën veprën të keqe. Dikune i thot dikush, ose ban zina, ose të vraj. Slejot me bo zina. Ose vrite, ose në të me të vraj. Ti slejot me vraj. Ty s'ki përparësi për atina. Jeta jote në koma e shenjë se jeta atina. Slejot me vraj. A kupton? Ai që ban kufër prej dhunës, ama zemrën e ka të qetë me iman. Veç shkoj rast shpëton. Ai i cili vepron kufrin për diçka tjetër, Allah e ka definuar se ai që vepron kufrin jashtë dhunës, ai e ka vepruar për shkak të dunjas. E tash kjo dunja çka ka mundësi më kon gruaja, ka mundësi më kon fëmia, ka mundësi më kon puna, ka mundësi më kon biznesi, ka mundësi më kon tenderi, ka mundësi, ku e di çka ka mundësi më kon. Çka s'ka, kjo dunjaja, tu çka s'mund me hije. Ai që vepron kufrin pa dhunë. Thot Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft. Inna kalimatay al-iman wal-kufri idha qasada al-insanu bihima ghayra haqiqatihima sahha kufruhu wa lam yasih imanuhu. Majni ma. Këtë fjallë të Ibn Taymijës, Allahu e mëshiroft. Me vërtet, fjalla, këto dy fjallët, të kufrit apo të imanit. Pra, me fol kufr ose me fol iman. Në qoftë se njeriu i vepron, duke mos e pas për qëllim realitetin e tyre. Pra, fol diçka prej imanit, thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ose fol diçka prej kufrit. Ose këta ose këta. Në qoftë se e vepron, duke mos e pas për qëllim e realitetin e këtyre fjallëve. Veç është një thamë. Duke mos e pas për qëllim e realitetin e këtyre fjallëve, thot, sahha kufruhu. Kufri ti është i sakt. Imani ti është i pasakt. Pra në qoftë se fol një fjallë të kufrit, ama nuk i ki për qëllim kufrit. Nuk i ki për qëllim në ubo qafir. Se ki për qëllim me dalë për dhejë. Po fol diçka që është kufër. Kufër është i sakt. E në qoftë se fol diçka prej imanit, ama nuk e ki me zemë, dhe që kërët e fol, iman është i pasakt. Në dispozita shariatike, këtu në dunjo, shpëton, se to e monafikat. Ama ta Allah është i pasakt, nuk shpëton ta Allah. A është e qartë? Këto dy fjallë, imanit dhe kufrit, në qoftë se njeriu vjen me to, duke mos e pas për qëllim e realitetin e këtyre fjallëve, duke mos e pas me zemër
besimin dhe realitet në këtyre fjalëve, thot sahha kufruhu wa lam yasih imanuhu. Kufri i tij është i sakt, imani i tij është i pasakt. Thot fa innal munafiqa qasada bil imani masalih ad-dunyahu min ghayri haqiqati li maqsud al-kalima fa lam yasih imanuhu. Thot munafikat me imanin e kanë pas për qëllim përfitimet e kësaj dunjaje. Ata kanë punë të imanit apo munafikat. Se kanë pas për qëllim realitetin e këtyre punëve. Namaz qoftë ajo, la ilaha qoftë ajo, zekat qoftë ajo, që kanë bërë prej punëve të imanit. Thot munafiku i vepron punët e imanit për qëllim të përfitimeve që ai përfiton të kësaj dunjaje. Nuk e ka për qëllim e realitetin e kësaj fjale. Thot felem yasih imanuhum, dhe imani i tij është i pasakt. Qafir është, jo që qafir, bile është në shtresën më të ulët të zërën të xhenemit. Nër qafira në zërën të xhenemit është, munafiku. Thot, والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطنا وظاهرا. Kjo fjala Ibn Taymiyes. Kjo nuk është fjala ime, edhe fjala dikujna për bashkëkohore. Kjo është fjala e shejkhit të madh të muslimanëve, Ibn Taymija, Allahu më shëroft. Thot, në qoftë se njeriu flet fjalë të kufrit për shkak interesave të kësaj dunjaje, duke mos e pas për qëllim me bindje realitetin e atij kufri, thot kufri i tij është i sakt, prej mrena e prej jashtë. Kjo qafir edhe për jashtë, edhe në zemër është qafir. Edhe në këtë dunjë është qafir, edhe ta Allah është qafir. Ta shka themi për ata të cilët thojnë që demokracia është kufër, gjykimi të ata është kufër, ligjvania është kufër, kjo është kufër, kjo është shirk, ama na veprojna këtë për shkak dëmit dhe dobis. Shihim të mirë shoqë. Ai që e fol kufrin, duke mos e pas për qëllim realitetin e këtij kufri, mirë pa e fol për ndonjë interes të kësaj dunjaje. Interesat e pretenduara, ato janë iluzione të këtyre njerëzve që frasin parti politike, janë interesa të kësaj dunjaje, s'ka lidhje me fenë Allah. Janë interesa për këtë botë. Thot sahha kufruhu batinan wa zahira. Kufri i tij është i sakt, edhe prej jashtë, edhe prej brenda. Në fetava vëllimi 6, faqja 64. Thot po ashtu në fetava te fjala Allahut la ta'tadhiru qad kafartum. Ata që kanë bërë kufër me fjalë, kanë bërë hajdar diçka me fenë Allahut, Allahu i thot mos u arsjetoni, keni bërë kufër pasi që besuat. E dinë gjallë luftën e Tebukit që ka shkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tu kthi prej rruge, kanë bërë hajdar diçka me fenë, me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu i ka gjykuar me kufër. U ka thënë Allah, ka dhënë arsjetu. Ka ndor me tregu realitetin. Me thonë, kemi qenë duke bërë hajdar. Se kena pas për qëllim kufrin, se kena besu në këtë, se kena di që kjo kufr, se kena besu që kjo kufr, se kena besu për me bo kufr, e kena fol veç për hajgare. Që i tha Allah? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mos u arsjetoni, keni bo kufr pasi që besuat. Thot Ibn Taymija, Allahu e më shiroft. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا. Kjo argumenton se në momentin që ata vepruan këtë vepër, ata se kanë besu që janë duke bërë kufër. Ata se kanë besu që janë duke bërë kufër. Bel dhannu annahu dhalika laysa bi kufr. Bile kanë menduar që kjo nuk është kufër. Thot lam yadhunnuhu kufran wa kana kufran, kafaru bihi. Fa innahum lam ya'taqidu jawaza wa hakadha qala ghayru wahid min as-salaf. Thot ata se kanë mendu që janë të bëjë kufër, ama kanë bëjë kufër. Dhe nuk e kanë besue lejimin e kësaj. E kanë ditë që o keq, e kanë ditë që o gjuna, ama se kanë ditë që o kufër. Thotë Ibn Taymija, lem ya'taqidu jawazahu, nuk e kanë pas besim se lejohet kjo. Nuk e kanë pas besim, sa do thonë, ama jo me zemër, unë besim me zemër. Ibn Taymija thotë, ato me zemër se kanë pas mendimin që lejohet, ama kanë bëjë kufër. Edhe në këtë mendim kanë shkuar dietarët e selefit të këtij ummeti. Pra ai i cili e vepron kufrin duke mos e pas për qëllim kufrin me zemër, pra nuk e beson me zemër, se këto thonë jo na veç kështu me vepër se me zemër nuk e besojnë. Ibn Taymija thotë
kufri i tij është i saktë, edhe me zemër, edhe me gjymtyr. Lutem Allahun që Allah të na kuptojë të fesë. Lutem Allahun që Allah të na falë mëkatet tona. Ma bëni Allah për zgjatjen. O subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.